Në fushën e energjisë së rinovueshme do të ndalemi edhe sot këtë herë me CEO-n e kompanisë AMG Energy Albania, Ilir Qazimi. Ilir, faleminderit shumë për intervistën e sotme dhe për gjithë informacionet që do japim si për familjet ashtu edhe për bizneset, se çfarë është edhe një herë kjo lloj energjie rinovueshme dhe si ne mund ta inkuadrojmë atë në biznesin ton apo edhe në familjet tona, sigurisht për të pasur më shumë përfitueshmëri ekonomike. Së pari, target grupi i vendosjes së paneleve fotovoltaike. Nëse do të bënim një krahasim apo një ndarje midis familjeve dhe bizneseve apo edhe institucioneve shtetërore, si do të mund të ishte? Atëherë, është e thjeshtë. Target grupi është i gjerë, nuk diskriminon askënd, është, le të themi, kushdo që ka një fatuar energjie, kushdo që ka një kontratë me OSHE-n, ka mundësinë apo ka interesin që të instalojë një impiant fotovoltaik. Pastaj, mes kategorive të caktuara të klientëve, le të themi që biznesi është ai që ka interesin më të madh. Pse? Sepse paguan një çmim energjie më të lartë se sa familjarët dhe ka kushte, po themi, teknike dhe kushte fizike më të mira për të instaluar impianti. Çfarë kushtesh, po themi, do duhet të plotësonte një biznes apo një familje për të qenë kandidat i mirë për të vendosur panele fotovoltaike në shtëpinë e tij apo në biznesin, krahasuar me mënyrën se si tashmë po e merr energjinë elektrike? Nga pikpamja ekonomike, e para është fatura e energjisë. Një faturë e lartë energjie të imponon, sepse është një kosto e madhe për çdo biznes dhe normalisht, po themi, kushdo që ka kosto të lartë energjisë, ka interes që të instalojë impiant fotovoltaik. Nga pikpamja fizike duhet kuptuar që një impiant fotovoltaik kërkon një sipërfaqe të caktuar për të instaluar. Modulet fotovoltaike, le të themi që për të instaluar 1 kW duhen rreth 5 metra katror sipërfaqe për 1 kW. Nëse po marrim për shembull një impiant 100 kW, që është shumë i përshtatshëm për një biznes që konsumon diku tek 120 deri 150.000 kWh energji në vit, do duheshin 500 metra katror me module fotovoltaike. Pjesa më e madhe e bizneseve kanë mundësinë që të instalojnë panelet, modulet mbi çatitë e tyre, mbi terracat e tyre. Madje ky model është shumë avantazhues sepse e para nuk mbulon sipërfaqe, po themi, që mund përdoreshin për qëllime të tjera, janë sipërfaqe boshe, sipërfaqe të pashfrytzuara, dhe dyta as nuk, po themi, ndërhyjnë në pamjen apo në urbanistik, sepse janë përgjithsisht vende gjysmë të fshehura apo të fshehura, nuk është se po themi ndërhyjnë. Ndërkaq nëse një apartament, nëse në një familje e madhe dhe ka një apartament në një pallat në Tiranë, do dëshironte që të vendoste një panel fotovoltaik, ka ndonjë vështirësi? Nga pikpamja ligjore administrative nuk ka kufizime. Kushdo që do mund i vendosi. Nga pikpamja, po themi, teknike dhe faktorët fizike është pak problem, sepse duhet kuptuar që ata që banojnë në banesa komunale ku ka më shumë se një, po themi, apartament, do duhet që të jenë gjendje që të shfrytëzojnë terracën e këtij mjedisi dhe do duhet që për këtë të zgjidhin, po themi, me marrëveshje me pjesën tjetër të banorëve, plus që duhet të shohin a është e mundur, a ekziston kjo sipërfaqe. Dhe pjesa tjetër pastaj është njësoj si në çdo impiant tjetër që ndërtohet për vetë prodhim. Do thotë që ka nevojë për të marrë një leje për punime paraprake në Eni 7, sipas ligjit për urbanistikën i vitit 2015, nga njësia vendore, mund të jetë bashkia, dhe përveç saj duhet të lidhi një kontratë me OSHE-n ose të bëjë update kontratën ekzistuese që ka me entin OSHE. Për një biznes, sa real është ky investim, kur mund të vi kthimi nga ky investim dhe krahasuar me një familje, se si ndryshojnë vitet sa i përket kthimit të këtij investimi? Atëre, norma e kthimit të investimit varion shumë nga
struktura e faturës që ka biznesi, sepse ka biznese që paguajnë po themi 16 lek për kilovator, ka biznese që paguajnë deri 22 lek apo dhe më shumë varësisht të ku janë, me kë e kanë kontratë, me tregun e lirë apo dhe me operator privat. Varion pastaj nga madhësia e implantit, nga struktura e konsumit që ata kanë, megjithatë po themi në terma të përgjithshëm nga përvoja që ne kemi, ky kthim investimi nuk e ka përcen në kushtet aktuale, nuk e ka përcen 3 vjet. Dhe ka raste që është dhe më pak se 2 vjet. Ndërkaq për një familje? Për një familje ky kthim po themi që në rastin më ideal, madje po them në vila, mund të shkojë diku te 4.5 vjet, në rastin e apartamenteve me konsum të vogël, me sipërfaqe të vogla dhe me një implant që nuk e kalon 6 apo 8 kW, po themi, mund të shkojë edhe 8 apo 9 vjet kthimi i këtij investimi. Cilat janë kushtet në Shqipëri, kushtet ligjore për të vendosur një implant fotovoltaik? Dhe çfarë ndryshimi ka midis vendit tonë dhe vendeve të rajonit? Atëre ka përcaktime ligjore dhe po themi udhëzime që rregullojnë gjithë mbarvajtjen e kësaj marrëdhënie. Për Shqipërinë në raport me rajonin, në dijenin time, ka disa elementë që janë mjaft pozitiv. I pari është ai që quhet netimi vjetor. E thënë më thjesht është një bilans i energjisë me hyrje daljet, me çfarë prodhon një implant dhe atë që konsumon një biznes, që mbyllet në fund të çdo viti. Dhe normalisht kjo të favorizon, sepse edhe nëse e prodhon, po themi, energjinë gjatë muajve të parë, ti mund ta akumulosh në formën e kreditit, do të thotë që çdo lloj njësie që ti nuk po e konsumon gjatë asaj periudhe, matet nga matësi dhe llogaritet si kredi që ti e ke për ta shpenzuar në periudhën e vazhdim. Në fund të vitit pastaj shikohet, nëse ke, po themi, një bilanc që shkon, ti paguan vetëm për atë diferencë që ke konsumuar mbi këtë kredit që ke krijuar, mbi këtë prodhim që ke pasur gjatë vitit. Dhe kjo proces çdo vit. Vendet e tjera të rajon nuk e kanë këtë netimin bilancin vitor, por zakonisht e kanë mujor. Ka nga ata që kanë dhe javor ose ditor, po themi, dijenin time. E dyta është madhësia e implanteve të lejuara për vetë prodhim. Në Shqipëri është 500 kW pik fuqi instaluar, ndërkohë që vendet e tjera kanë nga 100 deri në 300, po themi. Më pak se sa vendi jon. Po flasim në fakt për energjinë diellore, panele fotovoltaike, energji të rinovueshme, prodhues ose vetë prodhues më saktë të kësaj energjie, po për ta kuptuar pak më mirë, më konkretisht. Një biznes apo familje vendos që në terracën e tij të vendos këtë lloj panelesh fotovoltaike. Çfarë ndodh? Si prodhohet energjia? Çfarë ndodh kur nuk arrin ta prodhoj këtë energji të mjaftueshme? Ku shkon nëse kjo energji prodhohet më shumë se sa biznesi ka nevojë dhe si ndahen bizneset që mund të kenë nevojë për prodhim ditën dhe natën, për energji dhe ditën dhe natën, ose disa të tjerë që mund të punojnë vetëm atë 8 orarshin, 8-4 ose 8-5. Struktura është e thjeshtë dhe nuk është kaq e komplikuar. Rrjeti i një shpërndarjes është ai që bën rregullimin e gjithë këtij sistemi. Do të thotë që një implant i instaluar është gjithkohës i lidhur me rrjetin. Do të thotë që çdo implant apo çdo njësi që konsumon energji nuk ka nevojë që ta ruajë atë me bateri apo me forma të tjera. Çdo njësi e prodhuar, ai mund ta konsumojë në kohë reale tek biznesi i tij, në kohën që po prodhohet, dhe te pricat, siç e thash, automatikisht kalojnë dhe regjistrohen në rrjet përmes matësit. Do thotë që në formën e një kredie. Nëse po themi një biznes, një implant i një biznesi po prodhon një ditë gjatë orëve të ditës, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 6-7 mbasdite, energji, ka prodhuar 100 njësi, 100 kWh dhe ka konsumuar vetëm 30, 70 të tjerat automatikisht kalojnë në rrjet dhe regjistrohen si një kredit që ai mund ta shpenzojë gjatë orëve të natës apo një ditë më vonë. Regjistrohet sepse shitja do ishte nëse po themi ty ta blen me një çmim të caktuar OSHE-ja dhe pastaj kur të shet energjinë do ta shesë me çmimin që ai ka, që ju keni në kontratë. Në këtë rast shkëmbimi bëhet kilowat-orë për kilowat-orë. Do thotë ti fut 100 njësi, 100 kilowat-orë në rrjet dhe gjatë po themi periudhës së vazhdim i merr këto 100 kilowat-orë, automatikisht je zero, nuk ke detyrim po themi. Nëse ke marrë 150 sepse ke pasur nevojë më shumë nga rrjeti, atëherë do paguash vetëm për diferencën, 150 minus 100, 50 kilowat-orë. Dhe ky faturim me udhëzimet, me rregullat e sotme të FSHU-s, që është enti që faturon, bëhet mbi bazën faturimit mujor. Do të thotë që bilanci është vjetor dhe ti e mbart energjinë
çdo muaj, nëse ke teprica, por faturimi bëhet mujor. Kjo bën atë që, po themi, në muajt e parë të vitit që ti fillon bilancin me zero, të kesh një lloj detyrimi për të paguar, sepse është pothuajse e pamundur që po themi impianti të përballojë konsumin e muajit janar dhe shkurt, sepse prodhimi është shumë i ulët në dimër. Duke qenë se ka më pak dritë, duke qenë se ka më pak dritë, këndi është i rrezatimit është më i ulët, dita është më e shkurtër, ka më pak ditë me diell, të gjitha faktorë. Ju thatë se bëhet ky shkëmbimi në rrjet e kilovatëve që mungojnë të kilovatëve që janë me tepri, por në fakt mund të dëshiroj ose mund të vendos një biznes që ta ruaj energjinë në mënyra të tipit bateri? Patjetër, nuk ka asnjë problem. Dhe është më mirë apo më keq? Jo, mund ta ruaj në mënyrën se si është strukturuar ky model i funksionimit të impianteve në Shqipëri, neve na duket i pakuptim. Kuptimi është një investim i tepërt dhe një, po themi, hallk më tepër, që nuk është të jep një favor ose një zgjidhje, nuk është e nevojshme. Praktikisht, atë që do bënte me bateri, e bën rrjeti. Nuk ka asnjë lloj arsye pse ti duhet ta ruash. Funksionon me bateri aty ku ose ka mungesë fare rrjeti, po marrim raste, po themi, antena telefonike ku ti nuk ke fare rrjet të energjisë, ose baxho, ose biznese ku nuk ka asnjë lloj, po themi, rrjet. Për sa kohë ekziston rrjeti, është një investim pa kuptim që të shkosh të investosh në bateri. Ndryshon situata tek ata që prodhojnë energji, në impiantet prodhimit, që janë tjetër kategori, nuk kanë lidhje me vetë prodhuesit. Nëse trendi i kohëve të fundit edhe parashikimet për vitet e ardhshme gjithashtu janë që makinat nga ato që djegin hidrokarbura do të kthehen në makina elektrike dhe një pjesë e mirë si familjar po si biznese kanë filluar që të shtojnë flotën e tyre pra me makina të cilat janë elektrike. Çfarë ndikimi do të kishte kjo për një familje apo biznes? Ndikimi është që do shtohet konsumi i energjisë. Konsumi i energjisë do rritet ndjeshëm, sidomos në ato biznese, po themi, që kanë model pune me shumë mjete, apo që i përdorin për shpërndarje për furnizim, po edhe në familje. Nëse një familje, po themi, një apartament konsumon mesatarisht 1.200 kWh në muaj, nëse shton nesër 2 mjete, do konsumoj pothuajse po aq kilovator vetëm për pjesën e makinave. Do thotë që pothuajse do dyfishoj energjinë. Automatikisht rritet interesi për investime në impiante fotovoltaike. Po themi që biznesi i vendosjes së paneleve fotovoltaike është relativisht i ri në tregun ton. Është kudo në botë relativisht i ri, kështu që. Është teknologji e re. Sa të afërt janë bizneset dhe sa njohuri kanë për këtë lloj vendosje? Le të themi një pjesë e vogël kanë informacion, pjesa më e madhe nuk kanë informacion, ose kanë atë informacionin bazë që po themi nuk e dinë se si funksionon, por siç e shpjegova në fillim, nuk është e nevojshme ta kenë, po themi, këtë lloj informacione detajuar, sepse nuk është diçka që ta bëjnë vetë si investim. Nga ana e biznesit kërkohet vetëm, po themi, vullneti për të bërë investimin dhe të piqen kushtet që të kenë nevojë, sepse po themi, nëse një biznes ka konsum minimal energjie, nuk është se ka në interes të madh të bëjë impiant, po themi, ose mund ta bësh në vogël. Po prap, kështu që nuk është se kanë një informacion. Ajo që kërkohet nga bizneset është të kuptojnë atë që nga ana financiare ky lloj investimi ka një kthim relativisht shpejt. Çfarë tjetër duhet kuptojnë bizneset është që ky lloj investimi shihet me sy shumë pozitiv nga bankat dhe janë shumë dashamirëse për ta kredituar. Përgjithsisht madje ka banka që e kreditojnë dhe 100%, ose ka dhe banka që nuk kërkojnë kolateral sepse vendosin vetë impiantin si kolateral. Çfarë është tjetër e rëndësishme në raport me pjesën e investimit, kur ti e merr me kredi, është që bankat përgjithsisht përputhin këstet e kredisë ose afatin e kredisë me atë planin e studimit që ka bërë kompania që ka bërë investimin e impiantit, dhe po themi çdo kost përputhet pak a shumë me faturën e energjisë që ai do kishte paguar nëse do ishte akoma klienti OSHE-s, në kuptimin që nëse do paguante nuk do e prodhonte vetë energjinë. Kështu që nga pikpamja e biznesit nuk ju prek as cash flow-un bizneseve. Do thotë që atë vlerë që nxjerrin, atë do nxjerrin edhe po, atë shumë financiare që do duhesh ta paguanin tek OSHE, do ta paguajnë në formën e këstit kredis tek banka, dhe mas, po themi, 2.5-3 viteve, ata kanë një impiant ku kanë mbyllur detyrimin e kredisë dhe automatikisht do
po themi kursim, e kanë direkt në xhepin e tyre. A kanë në më tej një faturë zero pas kthimit të investimit? Apo Atëherë, është iluzionale? faturë zero ideale nuk ka. Moto e kompanisë tonë është fatura në lera diellit, do të thotë që pjesa dërmuese e faturës mund shlyhet nga impjanti fotovoltaik. Siç e shpjegova, për efekt teknik, për mënyrën si llogaritet, faturë zero pothuajse nuk ka. Megjithatë, fatura minimizohet shumë. Shto këtu dhe pjesën që impjantet janë ndërtuar të tilla që kanë nevoja minimale për mirëmbajtje, kanë kosto shumë të ulta për mirëmbajtje, bëhet fjalë për një kosto për larje në varësi të pozicionet ku ndodhet impjanti 2-3 herë në vit, po themi, që mund ta bëjë dhe vetë. Këtë proces mund ta bëjnë dhe vetë bizneset apo individët që kanë impjante, sepse është një proces i thjeshtë, vetëm me ujë dhe fshesë, nuk ka asnjë lloj trajtimi special. Ndërsa nga pikpamje fizike, modulet fotovoltaike dhe i gjithë impjanti është ndërtuar i tillë që të jetojë edhe 100 vjet, pa asnjë problemi. Është ndërtuar i tillë që të mbijetoj kusteve ekstreme, temperaturave shumë të ulta, temperaturave shumë të larta. Përfshirë edhe breshrin, po themi këtu. Kështu që nëse nuk e godet me një gur apo plumb apo nuk shkon ti biesh me çekiç, një impjant nuk është se e gjen gjën vazhdimsi. Dhe kostot e mirëmbajtjes të ofruara nga kompanitë janë minimale, do të thotë janë në rangun e 2-3% të vlerës investimit në vit. Nëse një biznes ka paguar 10 njësi me energjinë që ka marrë nga OSHE, sa njësi do paguaj nëse bëjmë një llogaritje të përafërt pas vendosjes së impjanteve? Nëse ai e ka, po themi, mundësinë që ta realizojë impjantin që të plotësojë 100% konsumit, ai do paguaj rreth 5% të gjithë njësive. Pjesën tjetër 95% do ta shlyejë me të. Nëse arrin dhe ka kushtet fizike ta instalojë impjantin aq sa ai ka konsumin. Thash do paguaj vetëm për muajt e parë janar shkurt. Pastaj do jetë thuajse. Dhe aty nuk është se do paguaj gjithë faturën që ka paguar gjithmonë, do paguaj një pjesë të faturës. Dhe pastaj në vazhdimsi deri në fund vitit impjantet llogariten që të plotësojnë gjithë nevojën në vazhdim. A janë skeptik bizneset? Jo, nuk janë skeptik, por pjesa më e madhe po themi atyre që marrin një shpjegim janë shumë të gatshëm dhe janë shumë të dëshiruar për ta bërë këtë investim, sepse siç e thash, është kosto, cilën kanë mundësi ta shmangin shumë shpejt. Problemet qëndrojnë tek a e kanë mundësinë fizikisht. Fjala vjen konsumatori më i madh në Shqipëri në këtë periudhë, në këtë kohë që flasim, janë hotelet, sidomos me shtimin e turizmit. Mirpo 90% e hoteleve nuk e kanë mundësinë, sepse një hotel ka konsumin e tillë që mund të dojë dhe një sipërfaqe, po themi 2000, 3000, 5000 m2 për të instaluar me module fotovoltaike, po nuk e ka këtë sipërfaqe. Pjesë më e madhe e hoteleve zakonisht. Po ata që janë në qytete, sidomos në Tiranë, nuk e kanë dhe nuk e kanë, por edhe hotelet që janë në plazhe, rrallë herë e kanë. Po themi mundësinë që të instalojnë aq sa ju nevojitet. Se kushdo e bën aq sa ka mundësinë. Ulin faturën 20, 30, 50%. Nuk është e thonë që të plotësosh 100% faturën, mund të ulësh një pjesë të saj. Faleminderit shumë për gjithë informacionet që morëm në këtë fushë dhe në fund nëse mund të na tregoni shkurt se si funksionon për një njësi të kohës një panel fotovoltaik i vendosur në Tiranë. Patjetër. Atëherë, këtu kemi 2 raste impjantesh. I pari po prodhon 34 kWh në këtë moment, nga të cilat 22 po i konsumon direkt dhe pjesën tjetër diferencën 12 kWh i kalon në rrjet. Këto 12 kWh regjistrohen si energji e prodhuar e futur në rrjet, pra në formën e kreditit, po themi, tek biznesi, dhe gjatë orëve të natës, për shembull, ose një ditë më vonë, kur ai konsumon dhe nuk po prodhon, bëhet balanca mes atyre që ai ka futur në rrjet dhe çfarë ai konsumon nga rrjeti. Po të dhënat aty përfitimet mjedisore, çfarë tregojnë? Atëherë, të dhënat për përfitimet mjedisore e krahasojnë nëse kjo energji do ishte prodhuar, po themi, me karburante fosile që mund të jenë nga qymyri deri tek nafta apo gazi. Dhe kjo tregon që për pak kohë që ky impjant ka që është futur në prodhim, sepse nuk ka asnjë muaj, ka kursyer, po themi, këtë sasi dioksidi karbonit të emetuar në ambient. E konvertuar kjo edhe me, po themi, pemë të mbjella. Jemi në rastin tjetër, kur subjekti po konsumon më shumë se sa po prodhon impjanti. Në këtë rast, një
të gjithë sasinë e energjisë po prodhon impjanti, ai e konsumon dhe ndërkohë merr dhe nga rrjeti sasinë tjetër që i nevojitet. Kjo ndryshon në çdo kohë të ditës? Kjo ndryshon në çdo moment të ditës në varësi të sa prodhon impjanti dhe sa po konsumon, po themi, subjekti. Ky është cikli 24 orësh i konsumit të energjisë nga ky subjekt, nga ky klient, po themi. Ka konsumuar, sepse matet nga ora 12 e natës, ka konsumuar rreth 3.7 megavator dhe ka prodhuar deri në këtë moment 1.5 megavator. Kjo është diferenca që ai ka konsumuar direkt nga rrjeti, që janë 2.2 megavator. Po nëse shohim javore ose mujore, se po shoh aty për mbledhjen. Po, mund ta shohim. Ky biznes aktualisht po prodhon 189.211, tash që u updateua kilovator për në moment, nga të cilat 117 po i konsumon dhe 94 i depoziton në rrjet. Po të shikojmë bilancin mujor për muajin mars, për shembull, se ky është bilanci i muajit mars, ka prodhuar 48 megavator, ndërkohë që ka konsumuar 40 megavator. 8 megavator kanë kaluar në rrjet dhe regjistrohen si energji e akumuluar rezervuar. Praktikisht këto janë bateritë, po themi, që do kishte nëse do investonte, dhe mund i konsumojnë vazhdimësisht deri në fund vitit. Nëse teprica në fund vitit është përsëri pozitive, atëherë me ligjin aktual, me udhëzimet aktuale, kjo teprit zerohet. Nuk është se po themi ka një përfitim, por do të kemi parasysh që impjantet ndërtohen të tilla që të plotësojnë konsumin e biznesit dhe jo të krijojnë teprica. Prandaj quhet për vetë prodhim dhe vetë konsum.